Përshëndetje miq, një ditë e shtunë, e ngrohtë nga ana e temperaturës, por uroj për juve që po kaloni vështirësi të keni dhe mbështetjen edhe paqen e duhur. Jam këtu së bashku me vllain tim, ne të dy e kemi kaluar një dekadë të plot me nënën tonë edhe përpiqemi të jemi gjithmonë afër jush, me këshilla, me ide. Ndoshta mund të ndajmë dhe diçka sot. Përshëndetje, jam Albani. Po. Po ja, dalja nga liçeni është shumë e rëndësishme për njerëzit me demencia, specifikisht në rastin e mamit tonë. Ishte shumë e rëndësishme nxjerrja, sepse ata kanë shumë energji dhe duan ta nxjerrin nëpërmjet e ecjes ose aktiviteteve sportive, të cilët këto rekomandojnë edhe të gjithë specialistët që aktivitetet sportive janë shumë të rëndësishme për njerëzit me probleme e shëndetit mendor. Dhe ka qenë njëra nga gjërat më të lumtura edhe për mamin dhe për ne, sepse gjenim paqen pra nxjerrjen nga liçeni. Ka qenë një gjë shumë e bukur, ne kjo sillte paqen edhe ke mami dhe ke ne. Pra ishte si një formë çlirimi i asaj situate që ne po kalonim, sepse ajo është një sëmundje që përfshin dhe familjarët. Jo vetëm mamin, por ata që i shërbejnë.